Të hënën parlamenti do të dëgjojë raportimin e institucioneve të pavarura seancë që shënon përballjen e parë mes kryetarit Partisë Demokratike Sali Berisha dhe drejtuesit të prokurorisë posaçme Altin Dumani prej momentit që SPAK-u ngriti akuzën për korrupsion ndaj liderit të opozitës. Drejtuesi i SPAK-ut Altin Dumani do të përgjigjet pyetjeve të deputetëve për veprimtarinë e këtij institucioni, e mbetet për tu parë se çfarë pyetjesh do t'i drejtojë atij kryetari PD Sali Berisha, i cili në 2 vitet e fundit ka artikuluar akuza të forta ndaj Dumanit. Megjithatë mbetet për tu parë se si do zhvillohet mbledhja e parlamentit, pasi herën e kaluar kryetari i Kuvendit Niko Beleshi vendosi që deputetët të mos i lexojnë pyetjet për drejtuesit e institucioneve pasi ka nisur më herët me shkrim. Vendim ky që tensionoi situatën e si rezultat, Partia Socialiste vendosi të votojë e të mbyllë seancën plenare. Për këtë arsye, Partia Demokratike ka dërguar një letër kryeparlamentarit Beleshi, ku shpjegon se në bazë të rregullores, deputetët demokratë do të shpjegojnë vetë pyetjet për drejtuesit e institucioneve. Përveç SPAK-ut, të hënën parlament do të raportojnë prokurori përgjithshëm, inspektori i lartë i drejtësisë, këshilli i lartë i prokurorisë dhe këshilli i lartë gjyqësor. E për secilin raportim, deputetët kanë 150 minuta kohë në dispozicion për diskutime. Po nesër në parlament do të votohet ngritja e Komisionit Reformës Territoriale, Reformës Zgjedhore, ky pritet të jetë vetmi moment konsensual i parlamentit, pasi Partia Socialiste ka pranuar kërkesën e opozitës për barazi antarësh në të 2 komisionet, e deputetët demokrat kanë vendosur të votojnë pro.